Teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Me një buxhet prej $250 milion, me Demon si Odisea, Anne Hathaway si Penelopa, Thomas Holland si Telemaku, Lupita Nyong'o si Helena e Trojës, Charlize Theron si Calypso, regjizori anglo-amerikan Christopher Nolan ka sjell një kryevepër nga Hollywoodi nëpërmjet kompanisë së njohur kinematografike Universal Pictures, një film nga mitologjia greke në një film modern, tashmë është tema kryesore jo vetëm e botës së ardhit, por edhe të historisë, madje dhe jo vetëm kaq. Që ta kuptojmë këtë se çfarë rëndësie ka ky film, do përmend vetëm një fakt. Kostoja e realizimit të filmit Odisea ishte $250 milion. Vetëm nga shitja e biletave të premten, të shtunën dhe dielën në të gjithë botën janë arkëtuar $264 milion. Është një shifër e jashtëzakonshme që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Është një film i bazuar, pra siç thash, në mitologjinë greke, është historia e udhëtimit të Odiseus mbas luftës së Trojës për të kthyer në Itak, ai ishte mbreti i Itakës dhe ky udhëtim zgjati 10 vjet. Pikërisht kjo aventurë e ka kthyer në film ai që është një nga madje ka fituar edhe çmimin Oscar, një nga producentët më të mirë, regjisorët më të mirë, Christopher Nolan. Tashmë ajo që lidhet me Shqipërinë, lidhet me pjesën se aty ka element të folklorit shqiptar. Një melodi në sfond e përzier me isë polifonin, por sidomos ajo e fyllit, ka bërë që kompozitori i njohur Goran Son të sjell element të folklorit shqiptar. Por ka disa pikpyetje gjithë kjo fabul, gjithë kjo histori, çfarë ishte Odisea, çfarë ishte lufta e Trojës. Ata pararësit tana kishin lidhje, nuk janë pak historianët që kanë bërë lidhje. Për shembull, Kliniku, djali i yllit, mbreti i parë i Ilirisë, ndihmoi grekët në luftën e Trojës me 72 anije detare që shkuan atje dhe morën pjesë. Ky është një element që është një detaj i jashtëzakonshëm. Dhe ajo që ne na intereson më shumë, pse janë këta element që vijnë nga lashtësia, dhe kur themi lashtësia, lufta e Trojës ndodhi 1200 vjet ose 12 shekuj përpara lindjes së Krishtit. Pra, Homeri, poeti i Greqisë, e shkroi Iliadën dhe Odiseen në vitin 800 para lindjes së Krishtit, ose 8 shekuj përpara lindjes së Krishtit. Por me një llogari i bie Homeri e ka shkruar veprën 400 vjet pasi kishte ndodhur lufta e Trojës. Po si ka mundësi që këto element vinë, do të vinë deri ditët e sotme, vinë do të këta element me të folklorit shqiptar. Unë mund të ftoja një kineast, mund të ftoja një producent, mund të ftoja një aktor, mund të ftoja një gazetar, mund të ftoja thjesht edhe një spektator që ka parë filmin këto ditë, sepse është shumë e vështirë këto ditë me ato që kam mësuar që të gjesh një bilet për të parë filmin Odisea në Tiranë. Po unë kam zgjedhur njeriu më kompetent që mund të flas për Odisen, për të flasë për luftën e Trojës, po të flasë edhe për filmin. Është akademiku i njohur Apollon Baçe, arkeologu i njohur, po dhe një miku im shumë i vyer dhe miku i emisioneve të mia. Profesor, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Ishte një hyrje e gjatë, s'kam bërë hyrje më gjatë kur të kam ftuar ty kaq shumë, por për gjithë ata që na ndjekin duhet të sqaroja disa elemente. Profesor, pyetja e parë, çfarë ishte ky film? Landi kerën pak në amerikanizëm, në kuptimin e kësaj që ajo komplimenti më i bukur i amerikanëve është kur të thonë sot më duket si një çek $1 milion. Ky është komplimenti më i madh, ë? Ky është komplimenti më i madh. E thot Ilija Remburgu, ke ato kujtimet e tij. Do thotë, po të shohë se këta nuk thotë në këtë gjë kur bëhet ajo lufta për president. Po filani o thotë më lodhi kaq lek, ose ka. Do thotë është një vend në cilin nuk e di, ndoshta ka patur e drejtë Maksim Gorki që thoshte reportazh ka vendi djallit të verdh. Ju që keni bërë anti-amerikan, unë jam gjithmonë dhe... Jo.
e ke gabim, do thot në këtë gjë, do thot Amerika për mua është më tepër nacion, është një pasion, është një gjë e këtillë. Për mua është kënga e pasme Hiawatha's, është Mark Twain me dashurinë e jashtëzakonshme, është Tom Sawyeri, është Kennedy, po nuk mund të thuash që çdo president amerikan është Amerika, si nuk mund të thuash që Hitleri është fytyra e Gjermanisë. Okej, vim te filmi, profesor. Si e përcollët këtë film të ri të Hollywoodit? Nga një regjisor që ka fituar disa çmime, por ka fituar edhe Oscar, nga një... Shiko, është një kolosal, do thot nga ato filmat në cilët nuk futesh tepër në karakterin, në veçantitë e këto. Për mua më pëlqen ajo Plutarku që thot unë nuk jam historian, thot jam biograf, thot për mua ka shumë më tepër rëndësi një anekdot, thot një buzëqeshje, një shaka, thot sa një betejë me 10 armi. Do thot e në filmat cilët ty t'japin një ide që në atë kohë luftohej, bëhej lëvizje ose odiseja që udhtohej, po nuk të jep atë karakterin, do thot, e kohës.